Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi bashkë me shefin e shtambit të forcave të armatosura Arben Kinçi, kreun e emergjencave civile Hagi Çako dhe drejtorin e kompanisë shtetërore të prodhimit të armëve dhe municioneve ushtarake Ardi Veliu, kanë qenë në një konferencë të bashkët mediatike. Forcat e armatosura mbetet një nga shtyllat kryesore të sigurisë kombëtare dhe një kontributor i rëndësishëm në ato rajonal dhe ndër. Aktualisht forcat e armatosura operojnë me rreth 250 efektiv në misione operacionale dhe aktivitete jashtë vendit në kuadër të partneritetit që kemi me NATO, Bashkimin Evropian apo me OKB-n, tha ministri në nisje të fjalës së tij. Në fokus, deklaroi ai, janë sistemet e mbrojtjes ajrore me rrezë të shkurtër e të mesme, sistemet dron dhe antidron, kapacitetet e mbrojtjes kibernetike, fuqia e zjarrit të artillerisë, mjetet taktike të blinduara, sistemet e komunikimit të informacionit, si dhe nxitja e inovacionit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Njoftoi se në 2 vitet e fundit, rekrutimet e forcave të armatosura janë rritur me mbi 90%, ku një pjesë e konsiderueshme aplikantëve kanë arsim të mesëm dhe të lartë. Pjesëmarrja e grave dhe vajzave arrin në 12.13% për çdo fazë rekrutimi. Megjithëse jemi në prag të sezonit veror, i cili thuajse çdo vit shoqërohet me zjarre masive apo problematika të tjera, ministri komunikoi disa prej masave që janë ndërmarr. Janë forcuar strukturat në nivel qarku, është rritur bashkëndimi institucional, janë përditësuar planet e reagimit, identifikuar zonat me rrezik të lartë, është forcuar monitorimi në terren, koordinimi me policinë e shtetit dhe janë rritur kapacitetet njerëzore e teknike. Kemi një fond për mbrojtjen civile, i cili për vitin 2025 ka qenë diku 800 milion lek, ndërsa për 2026 parashikohet të arrijë 1 miliard. Paralelisht, nuk janë ndalur në asnjë moment trajnime, stërvitjet në përputhje me mekanizmin evropian të mbrojtjes civile, bëri me DIA. Edhe Çako vuri theksin te fenomeni i përsëritur i zjarreve. Të gjitha strukturat kanë mekanizmat për të përpaguar zjarret. Koriku dhe gushti dihet që krijojnë situata të jashtëzakonshme. Mëtej Nufi nuk la pa përmendur marrëveshjen e firmosur në fund të prillit të 2026 midis kompanisë shqiptare Caio SHA dhe gigantit italian Fincantieri, momenti i cili sipas Nufit shënon një zhvillim strategjik për industrinë detare në Shqipëri.